me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. U afrua çasti dita e Kiametit dhe u çahana. E ata, sa herë shohin mrekulli, kthehen dhe thonë, magji e përhershme. Ata përgënjeshtrojnë të vërtetën dhe pasojnë kënaqësitë e tyre, e çdo gjë, madje, është e caktuar. Dhe u patën ardha tyre, me të vërtetë, lajmet të cilat shpjejnë frikë. Kurani është dieni e përsosur, por para lajmërimi nuk u bëri dobi. Andaj, çmambu prej tyre. Në ditën kur do t'i therrë ta kasnejt ftuesin e diçka të tmeshme. Ata, me sytë e përulur dalin nga varret, thua se janë karkaleca të shpërndar. Duke shpejtuar ka kasnejci, e atëherë thonë Mohusit, kjo është ditë e vështirë. Para tyre me kazve ka përgjineshtruar popullin Nuhut, morin robin ton Nuhun dhe thonin, i çmendur. Dhe e pengonin e tregimin e shpaljes. Dhe, ju lutë Zotit e vetë, unë jam i mundur prej popullit tim, andaj më ndihmo. Dhe, ne ja kemi hapur dyert e qiellit me ujë shi të rrëmbyeshëm. Dhe, i kemi hapur burimet e tokës, e u takuan ujërat për një veprim që ka qenë i caktuar. E, atë e bartëm në barkën prej drasave dhe gozhave, e cila lundronte nën kujdesin ton, ky ishte shpërblim për atë që ishte i përgjineshtruar. Dhe, ne atë kemi lënë si dokument, e a ka kush e këshillohet me te. Dhe, çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia. Pe çuditse, në të vërtetë, ne Kuranin e kemi bërë të lehtë për këshillim, e a ka kush e këshillohet me te. Dhe, a di ka përgjineshtruar të vërtetën, e çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia. Pe çuditse, ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe frymë të stujishme, të pandërprerë, e cila i nxirrte njerëzit prej strijimeve të tyre, thuase të ishin në rrënjët të shkullura të hurmeve. Çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia. Pe çuditse, në të vërtetë, ne Kuranin e kemi bërë të lehtë për këshillim, a ka kush e këshillohet me te. Dhe Thamudi përgjineshtroi paralajmëruesit ton. Ata thanë, vallë, ata pasojnë njëri nga mesi ynë? Pe çuditse atëherë, ne, me të vërtetë, do të ishim në rrugë të humbur dhe të çmendur. Vallë, në mesin e sa prej nesh, ti dërgohet shpalja ati. Pe çuditse jo, ai është gënjeshtar mendje madh. Nesër së shpejti, do ta dinë ata se kush është gënjeshtari mendje madh. Ne do ta dërgojmë devën për t'i sprovuar, andaj priti ti ata dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroj ata se uji do të ndahet në mes tyre e devës, në çdo racion shujt do të jetë prezent ai që e ka rendim. Ata e thirrën shokun e tyre, e ai mori guximin dhe e preu atë devën. Çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia. Pe çuditse, ne e dërguam të ta një ulëri me ata u bën si sa na e copëtuar në pleme. Në të vërtetë, ne Kuranin e kemi bërë të lehtë të kuptueshëm për këshillim, a ka kush e këshillohet me te. Edhe populli i lutit i ka përgjineshtruar paralajmërimet. Ne, me të vërtetë, e kemi dërguar një fortunë mbi ta, pos në familjen e lutit, këtë e shpëtuan Agim. Nga dhuntia jon. Ja, kështu ne i shpërblejmë ata që falenderojnë. Me të vërtetë, ai luti i paralajmëroi ata me fuqinë e dënimit ton, e ata polemizuan duke i mohuar paralajmërimet. Ata prej tij i kërkuan mysafirët e tij, e ne u afshim sytë atyre i verbuam, shijoni dënimin tim dhe paralajmërimin tim. Të nesërme në mëngjes, ata i goditi dënimi i përhershëm. Shijoni dënimin tim dhe paralajmërimin tim. Me të vërtetë, ne Kuranin e kemi bërë të lehtë për ta mësuar përmendesh këshillim, a ka kush e këshillohet me te? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur paralajmërimet. Por ata i mohuan të gjitha argumentet tona, andaj ne i dënuam ata, ashtu siç dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushtetshmi. A mos vallmohu se tuaj me kaset janë me të mirë se ata që u përmenden, apo ju keni ndonjë dekret në librat e shpallur? Apo ata thonë, ne jemi grupi pathyeshëm. Së shpejti do të thyet grupi. Dhe me të vërtetë, mëkatarët do të jenë të humbur dhe në zjarrin e jetën tjetër është më i tmerrshëm dhe më i idhët se dënimi në këtë botë. Me të vërtetë, mëkatarët do të jenë të humbur dhe në zjarrin e jetën tjetër. Ditën që do të tërhiqen në forcë fytyrat e tyre në zjarre ju thuhet, shijoni zjarrin e xhenemit. Ne, me të vërtetë, të gjitha i kemi krijuar sipas dispozitës. Urrëri ynë është vetëm një fjalë në kryerjen e punëve, i shpejt sa qelë e mbyll syt. Ne, madje kemi shkatruar të ngjashmit me ju, e a ka kush e këshillohet me te? Pe çuditse. Çka do që punojnë? Ato janë në librat e veprave të njerëzve. Të gjitha, të mëdha dhe të vogla, janë shënuar në rreshta. Ata që i druajnë Perëndis me të vërtetë, do të jenë në kopshtet e xhenetit dhe pranë lumenjve. Në vendin e kënaqësisë, te sunduesi i plotfuqishëm.